musliman që nuk del me falë sabahun me xhamat në xhami, i shnosh pu, s'ka luftë në rrugë që mos më vojt me shku, dhe ka ku shkon mu falë me xhamat, dhe nuk shkon, ka bu mëkat i cili jo, kjo është munafik. A është në fund xhenemit? Ja, s'është punë e me fund, a është në fund, a në fillim, a në mes, apo kupton. Po ky është cilësuar në hadith si munafik. E çysh munafik? Çështë e kanë kuptuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse kanë pa dikon në xhami namaz sabahut, nëse ka mungu 30 rresht, kanë thënë subhanallahu kur brenda iki xhenozë atina që s'u falëm xhenozën. Ju s'ka dik. Garant ka me të rëbë, e kanë zonë rëbë të kufart, dikot në gjihad. Jo as e kanë zonë rëbë. Ani e ka morë ujë i shpinë e tina dhe i ka që dikot në lugina, s'ko. Jo as ajo, e qysh mësë me dalë në gjami. Jo, e falet në shpe. A është pe gravej, a pe burrave. Burrat falen në gjami.